se është ekonomia në një gjendje shoku si pasojë e luftrave. Pra ne edhe nëse i referohemi të shkuarës apo literaturave të hershme për sa i përket ngjarjeve që pasojnë në ekonomi si pasojë e një lufte të caktuar, patjetër që ekonomia përballet me flukse të reja inflacioni, përballet me një tkurje të konsumit dhe patjetër që përballet me një pasiguri të qytetarëve për të shpenzuar apo për të investuar. Dhe kjo në tërësi e tkur ekonominë në vetvete dhe tkur të ardhurat e çdo qytetari. Fillon nga nafta, nga karburantët. Pikërisht, nafta ose ndryshe e thënë si ari i zi, për shkak se është gjeneratori më i madh i energjisë botërore, qoftë për manufakturat, qoftë për avionët, qoftë për anijet të cilat bëjnë le të themi transportin e mallrave dhe shërbimeve të çdo vendi dhe patjetër nëse rritet lënda e parë, çmimi i lëndës së parë, do të kemi në mënyrë zinxhir rritje pastaj edhe të çmimeve të produkteve që vijnë si pasojë e lëndës së parë. Si jemi aktualisht, si është ekonomia jonë, jemi kampion të ndërtimit për 2024 në Europë, presim një sezon turistik më shumë turistë se sa vitin e kaluar, jemi ndoshta në vite më të mira? Po për sa i përket aspektit turistik, patjetër që Shqipëria ka qenë në vitet më të mira, shpresojmë që këto trazira që po ndodhin, edhe pse në dukje larg Shqipërisë dhe larg le të themi Ballkanit dhe Europës, por po aq afër në aspektin politik dhe geopolitik që është sot bota, pra NATO-ja dhe aleatët e saj dhe në krahun tjetër Rusia, Kina apo dhe Irani. Kështu që kjo mund të le të themi ndryshojë ato variablat apo ekuacionet e sjelljes të turistëve për të marrë vendimin për të pushuar dhe ku do pushojnë. Mos harrojmë që Shqipëria është një vend që ka strehuar le të themi muhaxhedinët, të cilët njihen ndryshe si opozita reale e Iranit, në rastin nëse ndodh le të themi një kapitullim i qeverisë Iranit, do të jenë këta të cilët do drejtojnë dhe është folur në fakt që mund të ketë edhe sulme ndaj këtij grupimi që është në Shqipëri, që janë të vendosur në Manës. Dhe kjo mund të replikojë tek turistët një ndjeshmëri jo shumë të mirë për sa i përket aspektit të sigurisë dhe mund të rriqen, por uroj që kjo gjë mos ndodh dhe uroj që turistët mos të kenë këtë informacion që këta janë të atashuar në vendin tonë ose qëndrojnë në vendin tonë. Zoti Hasani, për të ardhur tek problemet mikro tani të një shtrese që janë gati 800.000, po kthehen në kryesore në Shqipëri pasi shumica e shtresës së mesme të rinjt janë larguar për një mundësi tjetër jashtë vendit. Tek pensionistët, pas marrimit të zgjedhjeve, qeveria miratoi një draft strategji, draft program, si mund ta quajmë 2025-2030 për pensionistët, ku përfshinte pagën një pension të 13, rriti 100% në mos gaboj të pensionit social që nga rreth 100.000 lekë të 10.000 lekë të reja mund të bëhet 200, por edhe lehtësira të tjera fiskale. Mendoni që këto janë të mjaftueshme apo këto i kalojnë tangent të reformës së pensioneve? Nuk i hyn problemit në thellësi. Po unë besoj që kjo reformë duhet të ishte iniciuar dhe ndërmarrë vite më përpara. Në fakt, qeveria Rama e ka patur në fokus reformën e pensioneve qysh në mandatin e parë, pavarësisht le të themi atyre sulmeve në thonjza ndaj informalitetit të punonjësve apo të kompanive të cilat i kishin me paga jo reale të deklaruara, apo më keq akoma që nuk i deklaronin fare punonjësit. Qëllimi ishte që të shëndoshte skemën e pensioneve dhe ta bënte atë të pavarur le të themi nga mbështetja buxhetore ekstra e qeverisë shqiptare apo i taksapaguesve. Kjo gjë duket sikur nuk ka ndodhur në mandatet të cilat është qeverisur nga socialistët dhe është menduar një strategji tashmë e cila shkon përtej formalizimit të ekonomisë për sa i përket tregut të punës dhe shkon në një le të themi vullnet të qeverisë për të dhënë një mbështetje më të madhe buxhetore për këtë shtresë të shoqërisë, siç ju e theksuat që janë gati 800.000 pensionistë, pra gati 1/3 e popullsisë së vendit tonë. Kështu që besoj është një hap i mirë, është një hap pozitiv. Viti 2030 duket larg për shumë pensionistë, sepse mos harrojmë që është një moshë e cila kërkon le të themi në mënyrë imediate të plotësojë nevojat e saj dhe nuk mund të qëndrojë dot në pritje për të plotësuar nevoja bazike si ushqim, ilaçe apo lëndë të tjera të cilat shërbejnë për të
mbarvajtur jetën e tyre të përditshme apo pagesat për pagesa korrente siç quhen ndryshe në gjuhën ekonomike. Kështu që besoj që nëse qeveria do jetë me këmbë në tokë dhe do mas nevojat reale të pensionistëve, besoj që mund ta përshpejtojë këtë reformë në mënyrë që një pjesë e mirë e pensionistëve të përfitojnë përpara se ata të fatkeqësisht të them përpara se të ndrojnë jetë. Leoz, fakti që pensioni social do bëhet nga 10.000 në rreth 20.000 lekë, sipas draft strategjisë, do të thotë që kjo de facto është edhe minimumi jetik, pra mund ta përfitojë çdo pensionist, apo do kemi akoma pensione që mund të jenë 140, 150, 170.000 lekë të vjetra? Po besoj deri në vitin 2030 nuk do ketë më pension nën 200 euro ose nën 200.000 lekë ose 20.000 lekë të reja për qytetarët. Por problemi është që në këto 5 vite si do variojë inflacioni, pra norma e inflacionit. Pra nëse ne rrisim le të themi pensionin me vlerë minimale 5% ose 6%, dhe nëse inflacioni në 5 vite në arritet në total me 10%, atëherë do të thotë që ne nuk i kemi rritur pensionet, po përkundrazi i kemi ulur. Kështu që ajo se çfarë parashikon kjo strategji është korrigjimi i normës inflacionit, por po ashtu edhe një normë rritjeje, 1% rritjeje plus rritjes së normës inflacionit. Dhe do ketë le të themi një lloj diskriminimi pozitiv për sa i përket atyre që marrin pensione më të ulta, që do të thotë normën e rritjes do e kenë më të lartë në përqindje, krahasuar me ata të cilët kanë pensione më të larta. Pra bëhet dallimi mes pensionit rural dhe pensionit urban. Pra në këtë reformë ata të cilët kanë normë më të lartë rritje në përqindje të pensionit të tyre do të jenë ata që jetojnë në zonat rurale, por dhe ata që kanë një pension më të ulët. Pra pensionistët në fshat do përfitojnë më shumë indeksim se sa ata në qytet. Pikërisht. Po përsa i përket rritjes, Bashkimi Evropian kërkon që të rritet mosha. Duket se integrimi ka edhe të këqijat e veta. Patjetër që Bashkimi Evropian i referohet të dhënave të veta statistikore për sa i përket jetëgjatësisë, për sa i përket natalitetit, për sa i përket fuqisë punëtore aktive, asaj e cila është në pritje apo dhe pensionistëve. Dhe patjetër që sistemi shëndetësor në vendet e Bashkimit Evropian është më i përparuar se sa ne, shumë vende të cilat e kanë fala sistemin shëndetësor, shumë prej tyre e kanë të sponsorizuar për shkak të sigurimeve që paguajnë qytetarët evropian për sigurime shëndetësore dhe le të themi kanë një jetëgjatësi më të lartë, por edhe një jetë më produktive për shkak të sistemit shëndetësor, por edhe për shkak të një sistemi jetësor më të mirë se sa e kanë pensionistët shqiptar, apo dhe sistemit të rimbursimit të barnave, apo dhe cilësisë së barnave. Kemi standard tjetër me Bashkimin Evropian, kjo duhet thënë. Kështu që të gjitha këto ndikojnë në një jetëgjatësi më të madhe të qytetarëve evropian dhe Bashkimi Evropian kërkon që qytetarët e saj të jenë në një moshë aktive pune më të madhe se sa qytetarët të tjerë për shkak të këtyre le të themi anëve pozitive që unë përmenda. Për sa i përket vendit tonë, duhet të riparë dhe duhet të bëjmë një analizë për sa i përket jetëgjatësisë reale të qytetarëve dhe të marrim mesataren e jetëgjatësisë për gjininë femërore dhe gjininë mashkullore dhe bazuar mbi këto të dhëna dhe mbi këto statistika të 10 ose 15 viteve të fundit, të projektojmë pastaj nëpërmjet një projeksioni se si do variojë jetëgjatësia e gjinisë mashkullore dhe gjinisë femërore, në mënyrë që të bëjmë pastaj këto kontrastet apo ulje ngritjet për sa i përket moshës, në mënyrë që mos i hyjmë në hak as femrave, po as meshkujve.